Kapricët e motit me ulje të temperaturave apo edhe rënje të breshit kanë shkaktuar dëme të mëdha tek fermerët në Divjak që merren me kultivimin e patates. Teksa në këtë kohë ka nisur vjelja e këtij perimi, fermerët shprehen se rendimenti këtë vit është më i ulët. Madje sipas tyre ndryshimet e motit kanë sjellë edhe rënje të cilësisë së patates, e kjo për ata përkthehet në të ardhura më të pakta. Shikoni prodhimin, toti që bëri dhe fara. Prodhimi si vjet i shumë i dobët. Ti e goditi vrugu, zy, që i themi ne, kalbëzimi. Si vjet nuk ka as 30% prodhimit. Edhe çmim nuk ka, as shpenzime nuk i nxjerrim ne me këtë prodhim që ka kjo. Shteti nuk na jep asnjë gjë, neve edhe subvencionime nuk marrim, nuk i plotësojmë kushtet se thot ai dua letrat. Unë ku ti gjej letrat, unë kam tokat me gjera, kam 3 hektar tokë me gjera. Patatja shumë dobët, ne i vrau ftohtin radh parë. Që thot shteti, vend të rinjve që ktheuni na dhën tuaj. Tu s'ka, që do vitë rinjt, e ne do plakemi, do ikim e ne. Kur sa punoj këtë vend këtu? Rini ka ikur, gjitha me qera unë të dylim to kam, ato i kanë burit. Prodhim s'ka edhe 5 lek, se lozin tregtart. Prandaj atë zonjës, ministres, bujqësisë, i bëj thirrje që dalin, për voto dalin ato, janë shumë mirë. Patatja këtë vit është viti më i keq që ka ndodhur, ndikoi dhe koha, ndikoi ngrica për të shitur as shpenzimin nuk mbulon. Vetëm kaq është këtë vit. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit si dhe marrjen e masave për një subvencion për dëmtimet që vijnë nga shkaqet natyrore, teksa theksojnë se nuk kanë përfituar as subvencione për naftën.